Më 10 dhjetor të vitit 2024, Rio Taras vizitoi varagën e Zubin Potokut. Çfarë pa në këtë vend ku 11 ditë më parë, më 29 nëntor, ngjau një sulm terrorist në kanalin e ujit Iber Lepens? Ai, si raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian, e përmendi dhe në raportin e tij, i cili u votua këtë javë nga ky institucion i BE-s. Një gjë interesante ra në sy të gjithëve teksa ai po e prezantonte këtë dokument në sallën plenare të Kuvendit në Bruksel, e po ashtu edhe gjatë konferencës për mediat që mbajti më pas në krahun e tij të majt, politikanit e ish ushtarakun nga Estonia, pati flamurin e Republikës së Kosovës, veprim ky që është i rrallë për BE-n, njofton Klan Kosova. Raporti Taras, mes të tjerash, tharret përheqje të menjëhershme të masave ndëshkuese që Bashkimi i 27 shteteve i ka vendosur ndaj Kosovës, që është në qershor të vitit 2023, në të i bëhet thirrje Spanjës, Greqisë, Slovakisë, Çipros dhe Rumanisë të ndorojnë qëndrime ta njohin pavarësinë e shtetit që u shpalli till më 17 shkurt 2008. Taras lajmëroi se ka një plan të madh që lidhet pikërisht me këtë temë, po planifikoi që bashkë me disa eurodeputet nga grupet të ndryshme politike të vizitojë ambasadorët e vendeve respektive në Bruksel, në mënyrë që të marrë informacione nga dora e parë se pse ata nuk e pranojnë faktin që Kosova është shtet vend. Kjo është kështu për shumë vite, dhe mosnjohja e Kosovës pas kaq kohe të gjatë është thjesht qesharake, tha Rio Taras, raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Raporti Taras ka porositë për Kosovën, të cilën i bën thirrje urgjente të bëjë reforma për t'u afruar BE-s, e po ashtu edhe të hap, siç thuhet, kapitujt të rinj në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Gjetjet dhe rekomandimet e raportuesit për vendet që synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian kanë peshë të madhe politike, por nuk janë të detyrueshme për institucionet evropiane, sikurse që janë Komisioni dhe Këshilli i Bashkimit Evropian.